Mirë, në ditë të vrullshme, fillim viti, stres, punë, të gjitha gjërat të cilat na vinë me një ngarkesë të madhe, po ky ftohti nuk e bën edhe më të thjeshtë, pak vrentur. Ekspertët thonë se 4 përqafime në ditë mund të përmirësojnë ndjeshëm energjinë tonë. Ata mund të na bëjnë të ndihemi më mirë, të bëhemi më produktiv. Pra të kemi një qasje ndryshe karshi botës dhe gjithçka që na rrethon. Mirë po, në përgjithësi, kontakti njerëzor është bërë paksa i ftohtë. Është e vështirë që ta kujtojmë dhe ta mbajmë mend faktin që duhet të përqafojmë më shpesh për të marrë këtë lloj ngrohtësie apo këtë lloj ndjesie të sigurisë që na vjen duke patur pranë apo duke përqafuar njerëzit të cilët i duam. Sa e vërtetë është kjo, sa duhet ta bëjmë këtë gjë, ndoshta edhe pak për arktim apo edhe për dhënë mesazhe pozitive. Sot do ta flasim me 3 mikesha të cilat kanë bërritur në studion time. Të parën do ta përqafoj më një herë, se më ka marrë malli, edhe ajo është pikërisht Alberta Zani, mirë se vjen e dashur. Gazetare, thotë operatore turistike, nuk e di se duhet i lexoj. Ja, përqafojmë një herë se edhe gëzuar. Lëmshi bëm mikrofonat na bëri sukses. Faleminderit, hajde. Dhe do të vazhdojmë me Edlira Birko, gazetare, pedagoge, mirë se vjen Edlir. Mirë se të gjej Fjodor, knajsi, patjetër. Patjetër, shumë knajsi. Një përqafim në çastin e duhur, unë të falenderoj për idenë e këtij emisioni, sepse në fakt çdo njeri vuan nga dilema se kur duhet të veprojë në çastin e duhur, që kështu të ndjek me shumë kënaqësi për të kuptuar se kur duhet jetë për ne çasti i duhur. Faleminderit shumë. Hajde dhe flasim edhe për këtë gjë. Judita Dedi, mësuese muzike dhe drejtuese kori. Judita, lejojmë përqafimet me njerëzit që nuk i njeh? Mirë se erdhe. Sot e nisëm kështu, me dashuri. Sjell si dhura dhe 2 librat e mi. Shumë faleminderit, librat janë gjithmonë dhuratë të jashtëzakonshme. E di qa, me thënë të drejtën, është një tjetër temë kjo, por çuditshëm e vere me fëmijët që e lën për një moment tjetër të lexuarit, i lën e shtyn, mirë po puna është se kur e shtyn një herë, kur e shtyn 2 herë, pastaj të bëhet rutina ajo e shtyra dhe nuk i prek më gjërat kurrë me dorë. Kështu që unë të falenderoj shumë që më ke sjell mundësi që të shijoj dhe të lexoj dhe për shpërndar për stafin, akoma dhe më mirë, kështu që të falenderoj nga zemra. Siç e tham, 4 përqafime në ditë, kështu thonë ekspertët. Sa e vërtetë është kjo gjë, këtë nuk e dim. Do ta ndjekim pak të studimi, se ne kanë bërë gati stafi këtu, që ta kuptojmë nëse çfarë kanë ata në mendje dhe pastaj ta diskutojmë sipas mënyrës tonë. Do ta ndjekim. A e dini se një përqafim i thjesht mund të na bëjë të ndihemi më të qetë, më të sigurt dhe më të lumtur? Përqafimet ndihmojnë trupin të ulë stresin, të çlirojë tensionin dhe të forcojë lidhjet mes njerëzve. Ato na japin ndjesinë se nuk jemi vetëm dhe se dikush kujdeset për ne. Vitet e fundit, shumë njerëz janë privuar nga prekja dhe afërsia fizike, veçanërisht gjatë pandemisë. Kjo ka sjellë më shumë ndjenja vetmie, ankthi dhe lodhje emocionale. Sot, fatmirësisht, jemi më të lirë të afrohemi sërish me njëri tjetrin dhe kjo është një mundësi që nuk duhet humbur. Një përqafim i ngrohtë përmirëson komunikimin, rrit ndjesinë e besimit dhe na ndihmon të ndihemi më të shëndetshëm, jo vetëm emocionalisht, por dhe fizikisht. Nëse e keni të vështirë të kërkoni një përqafim, filloni me njerëzit më të afërt, familjen, miqt, ata që ju bëjnë të ndiheni të sigurt, dhe ndonjëherë mjafton të përqafoni personin që keni pranë tani, sepse një përqafim i vogël mund të bëjë një ndryshim të madh për të dy. Tani pyetja është sa e rëndësishme është prekja në jetën tonë të përditshme, pra ndjesia fizike, afrimitetit e qasjes me tjetrin, sipas jush? Me thënë drejtën e rëndësishëm është. Unë në fakt jam më shumë njeri i puthjeve, me thënë të vërtetën. Megjithatë që kur më ka lindur vajza, kam vënë re që ajo e shijon më shumë përqafimin dhe kur unë i them për shembull, mami pajte më puth një çik, unë të përqafova, thot. Qa do ti më shumë të përqafova, ja po të përqafoj prap.
Edhe prej asaj ka mësuar që me vërtet përqafimi është... Po, është e shprehje që Amerikanët e kanë shumë të zhvillësuar. Give me a hug, pa mi jep një përqafim. Po edhe prej vajzës e kam më të theksuar këtë pjesën e të përqafuar dhe të shtrënguarit, po unë nuk jam shumë për përqafime nga këto kështu. Unë jam për përqafime nga të dhunshme, të ndukura, me të nuk e ke keq se kur janë të vegjël ka nevojë. E në vlerësojmë shpesh përqafimin apo kontaktin fizik, Judita? Për të thënë të vërtetën, po. Pra, nuk dhuroj më shumë përqafime sa duhet. Unë mendoj që përqafimi, përveç se një gjest fizik, është një ndjesi emocionale, pra është shumë i domosdoshëm sepse na jep siguri. Sidomos tek fëmijët. Nëse një fëmijë e përqafon, ti thua je i rëndësishëm për mua, se po e lidh me pjesën e shkollës. Patjetër, normale, ti me Korin që punon gjatë gjithë kohës me ata. Unë them që gjithmonë përqafimi t'i jep siguri, t'i jep dhe vetë vlerësim. Ndihesh i sigurt, ndihesh i dashur, ndihesh i ngrohtë, dhe kjo të shton edhe vetë besimin, dhe i stresin. Të dhuron energji, pra një përqafim të dhuron energji pozitive. Është nevojë emocionale apo? Jo, përqafimi është dashuri. Të dyja, unë dëshiroj t'i drejtojmë zonjat, të ndërruara, të dyja zonjat konverguan qofte edhe në studimin ku ju referuan tek fjala të jep siguri. Njerëzit, kur ndjen të sigurt, bëhen shumë pozitiv. Mungesa e sigurisë që na bën të pasigurt nxjerr tek individi pjesën më negative të individit. Dhe prandaj sot shoqëria globale po dominohet nga energjitë negative, nga problemet që po krijohen në marrëdhënie me njëri tjetrin. Unë dua t'ju sjell këtu që kaq i nevojshëm është përqafimi sa në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku ju referuat ka kurse leksionesh për vëmendjen dhe për përqafimin. Dua t'ju sjell këtu ai që më ka ndryshuar formën e të menduarit, unë fakt e kam të brendshme për ta dhënë përqafimin dhe shumë të fortë, ashtu sikur se tha dhe kolegja, është profesor Morin Schwartz, me origjinë hebreje, nga hebrejt e Rusisë, i cili ndërtoi një kurs për vëmendjen dhe për dhënien e përqafimit dhe të sigurisë në Universitetin e New Yorkut në Shtetet Bashkuara të Amerikës këtu e 40 vite përpara. Dhe pse e bëri? Kur ishte i vogël, kur ishte i vogël, ai e kishte ëndër, nuk binte për të fjetur bashkë me vllajën e tij, pa pritur babain që t'i jepte një përqafim, i cili nuk ja dha asnjëherë. Babai, duke qenë në këtë periudhën pas depresionit të madh në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në përfshirjen e Shtetit Bashkuara të Amerikës në luftën e dytë botërore, kishte nevojë të lexonte gazetat dhe zbriste, thoshte, në momentin kur ne kishim nevojë për përqafim, ai zbriste poshtë tek ajo shtylla e elektrikut poshtë shtëpisë dhe lexonte gazetën. Dhe unë thoshe bashkë me vllajën rinim në dritare dhe thoshim kur do vi babait na japi përqafimin, se nëna kishte ndruar jetë, ata kishin nevojë për përqafimin e babait. Dhe thot një natë thot kur unë mendova që ai vërtet nuk do vinte, nuk na erdhi, sepse thot dy djemë të rinj i kërkuan të merrnin kuletën. Dhe ai vrapoi kaq fort, jo të vinte te ne në shtëpi, po vrapoi te një i afërm sa e la zëmra. Dhe kur vajta tha në morg që na thanë për ta identifikuar, aty kuptova se ai nuk na kishte dhënë gjën më të rëndësishme për qafimin. Dhe unë tha Morin Schwartz, unë do ndërtoj një kurs leksioni dhe kjo është ajo çfarë unë do t'u jap fëmijëve të mi, do t'u jap përqafimet dhe në momentet e fundit të jetës ai ka qenë nga personazhet që është marrë si eksperiment sepse u diagnostikua me smundje gjenerative të muskujve derisa e dini në mënyrë të saktë kur ai do ndronte jetë dhe i çuan televizionin e New Yorkut për të kuptuar çfarë ndjen një njerëz që po humb jetën, çfarë dramash të brendshme dhe çfarë bëri Fjodor. Ai tha, nuk shpenzoi as për shtëpi, për asnjë gjë në ato momente të 6 muajve që kishte jetë, por e mbushi shtëpinë me shumë dashuri dhe me shumë përqafime. Gjithkush që i vinte, ashtu në pamundsinë e vet i thoshte, të lutem, a mund të më japësh një përqafim? Fëmijët që vinin dhe e shikonin, i jepte një përqafim dhe thot e mbushi shtëpinë me shumë përqafime. Një histori e jashtëzakonshme, në fakt që na jep më së miri këtë kuptimin e ndjesisë së kontaktit dhe këtë ndjesisë që ti flet dhe unë ndjej që pse çdo darkë ne shkojmë dhe i përqafojmë fëmijët tanë
para se ata të flenë gjumë, pavarësisht se po rritën dhe pavarësisht se... Dhe këto gjëra dalin kur ka mungesa të mëdha, si në këtë rast. Ka qenë një mungesë të madhe e përqafimit, e dashurisë. Çfarë ndodh pra me njeriu kur mungon ky kontakti fizik, kur në fakt prindrit tanë nuk kanë qenë ndoshta të mësuar kaq shumë të na japin, flas ndoshta për një brezat pak më të rritur, tani moshat e treta, kanë qenë ndoshta vetë shoqëria shqiptare nuk e ka patur si ndjesi të kontaktin fizik kaq të afër sa që duam ne sot. Ndoshta bota ka ndryshuar, pse kemi pasur kaq të vështirë ta japim këtë kontakt fizik? Tani, brezi i atërshëm kanë qenë, për mendimin tim, kanë qenë të rreft, por të drejt, dhe mendonin se duke qenë aq korrekt me ne, pa shprehur atë anën emocionale, mendonim që ne do të bëheshim më të fortë, të zotët e vetes tamam, dhe kjo besoj që ka ndryshuar shumë sot. Shoqëria shqiptare në atë kohë kishte, duke qenë e izoluar, kishte krijuar një sistem, pavarësisht se mund të quhej fals, por ama ne të gjithë ndjenim një lloj sigurie. Dhe prindrit tanë mendonin që në këtë ambient të sigurt kishin nevojë për këtë lloj distance për të na mësuar, për të përballuar jetën. Po të shikojmë në realitetin e sotëm, qoftë tonin apo në realitetet edhe në vende të tjera të zhvilluara, mungesa e pasigurisë i ka bërë njerëzit të rendin shumë pas gjërave materiale. Pikërisht, morin zhvarç thot, në qoftë se do të kuptosh se sa shumë i mungon dikujt dashuria dhe përqafimi, kupto se sa shumë rend pas zëvendësueses së dashurisë që është ana materiale. Dhe po të shikojnë njerëzit rrisin pikërisht këtë dhe të tregojnë se sa të izoluar janë, se sa probleme kanë, sa dhimbje kanë brenda vetes, dhe dua të them këtu diçka Fjodora që edhe tek ata që ne i shohim njerëz shumë të realizuar në jetë, që kanë arritur nivelet më të larta, kanë një mungesë shumë të theksuar të dashurisë. Profesori Irvin Yalom, i cili është autori i librit që besoj kanë lexuar të gjithë Kurçau Nietzsche, është një nga psikoterapeutët më të njohur në botë, bëri një eksperiment me 350 deri 400 të rinj të suksesshëm që kishin arritur nivelin më të lartë, dhe u bëri vetëm një pyetje, çfarë i mungon? Dhe tha për 5 minuta të gjithë filluan të thoshin, më mungon përqafimi nënës, më mungon përqafimi të dashurit, më mungon prania e nënës, më mungon prania e babait të më thot sa krenar ndje me ty, dhe filluan të qanin dhe të ndjeshin keq. Pra, dhe më të suksesshmit sot u mungon shumë dashuria. Ka logjik që më të suksesshëm ju mungon dashuria, sepse sot jesh i suksesshëm, jo vetëm sot, por në çdo kohë të jesh i suksesshëm, do të thotë të heqësh dorë nga shumë gjëra të tjera. Qoftë edhe nga familja, nga dashuria, nga shoqëria, të shputesh, të ikësh, të studiosh, ka kostot e veta. Qoftë sukses financiar, qoftë sukses akademik, sukses mediatik, të gjitha llojet e sukseseve kanë kostot e veta. Kështu që është shumë normale që të gjithë të intervistuarit kanë thënë që më mungon një përqafim, një dashuri ose një fjalë ngrohtë, sepse këto kanë qenë kostot të cilat ata kanë paguar për suksesin që kanë në atë moment. Megjithatë, unë dua të them që ne jemi me fat që jetojmë në Shqipëri, sepse Shqipëria duke qenë akoma një vend që familjen e ka akoma shumë të afërt, jo vetëm familjen, por edhe fisin, edhe me fisin jemi akoma shumë të afërt, gjë që në Evropën perëndimore nuk kanë ndryshuar, është vërtet. Dhe kjo bën që na mungoj më pak përqafimit, na mungoj më pak dashuria e njerëzve të afërt. Pse them familja dhe fisi? Sepse ato janë njerëzit që të duan pa kushte, nuk i ke zgjedhur. Janë të vetit njerëz që ne nuk i zgjedhim. Na kanë rënë dhe do na duan sido që t'jemi, nuk kanë nga të shkojnë. Kështu që mendoj që ky është një fat i madh për Shqipërinë dhe ndoshta edhe për vendet e rajonit, që janë akoma nuk i ka marrë kaq shumë ky globalizmi, siç është Amerika për shembull, që realisht aty përqafimi mungon edhe mungon në mënyrë të jashtëzakonshme. Judita, sa ndikon, le të themi, kontakti fizik në edukimin e fëmijëve dhe emocionalisht ai përmbush ata apo jo? Do të thonë, ne sigurisht ecim në një shoqëri ku çdo ditë jemi dhe të friksuar tani më, i kemi paksuar kontaktin, mos e prek, mos e përqafo, mos e shiko, pra çdo gjë lidhet edhe me rreziqet e jashtme që mund vinë. Por duke lënë me një të rriturit në raport me fëmijët me fëmijët, sa ndikon ky kontakti fizik, loja, përqafimi,
qëndrimi me njëri tjetrin? Mendoj se ndikon shumë, sepse ata nëpërmjet përqafimit, nëpërmjet dashurisë si u dhurojnë njëri tjetrit, bashkëveprojnë dhe përcjellin emocion dhe dashuri. Unë kam një rast konkret në shkollë, një vajze shtëpisë fëmijës, që kemi nxënëse në klasë të 6, dhe është me të vërtet prekse. Të gjithë mësuesët që hynë atë klasë, sa hymë dhe kur dalim, ajo na përqafon. Aty unë kuptoj që asaj nuk i mungon vetëm shtëpia, por i mungon siguria, i mungon vlerësimi, mungon ngrohtësia, pavarësisht. Dhe është me të vërtet e dhimbshme kur e shef që ajo thjesht çfarë kërkon, të jetë e mbështetur, të jetë e dëgjuar. Për në momentet më të vështira një përqafim është më i fortë se fjalët dhe më i fortë se gjithçka tjetër që ajo mund të shprehë. Personalisht marr shumë përqafime në shkollë. Të parën e marr nga djali im, e kam një natyrë shumë të dashur. Më përqafon pafund gjatë gjithë ditës, sa ndonjëherë them, mja se nuk përqafohesh tërë ditën. Me thënë jam unë që i them të flas tani hapur. Por me të vërtet më jep siguri dhe Sa vjeç është djali ju tita? Djali është 12 vjeç dhe i vogli, se kam dhe një 28 vjeç. Po ai 28 përqafon më? Jo. Shijoj edhe pak. Shijoj edhe pak. Gjithatë e shoh që dashurinë e ka, po nuk e shpreh. E ka në vetë. Po pra kalon kjo faza e përqafimit. Po i duket vetja i rritur tashmë. Por i vogli vërtet më dhuron shumë dashuri dhe një jep një energji pozitive të jashtëzakonshme. Por dhe nga nxënësit. Çdo ditë që vjemi, na përqafojnë, unë do me thonë emocionohem shumë dhe aty them që tamam e profesioni im ka kuptim kur thonë zyshe ime e preferuar dhe më përqafojnë ose kur thonë dua të bëjmë si ty. Atëre aty unë nuk marr vetëm një përqafim fizik, po aty marr një përqafim emocional. Pra prekem jashtëzakonisht, por për sa i përket korit, sepse nuk është edhe aq e thjeshtë të punosh me fëmijët. Jo, fare nuk është e thjeshtë. Dhe ka raste që ato devijojnë nga disiplina, sepse në një korë sigurisht, se fëmijë është e vështirë. Dhe për të dalë prapë te kjo, ato e shohin, unë mërzitem dhe lë për momentin, nuk punoj, dhe andej nga podiumi ku janë më bëjnë zemra, qeshin, aty pastaj shkrihen, ikën, po patjetër, dhe them që është vërtet bukur kur të dhurojnë dashuri dhe pozitivitet. Fjodora ti the diçka shumë të bukur, që një përqafim flet më shumë se disa fjalë. Në fakt është e studiuar që ne kur përcjellim mesazhe, ne arrim të artikulojmë brenda 1 minuti 180 deri në 200 fjalë, ndërkohë që trupi brenda 1 minuti përcjell 700 deri në 1000 mesazhe. Mendoni se sa përcjellim ne nëpërmjet përqafimit, sa kuptojmë pa fjalë. Ndërkohë, jo më kot është bërë ky studimi ku kërkohet njerëzve që të japin pothuajse 4 përqafime në ditë se ndikon tek njerëzit. Po minimalisht të rregullojnë humorin, ndjesitë personale. Sot në botë janë ngritur klinika psikoterapeutike për t'i shëruar pacientët vetëm nëpërmjet përqafimit dhe prekjes, nëpërmjet energjisë. Ne e dim shumë mirë që të bësh psikoterapi do të thotë që ti ta bësh tjetrin të flasi, mirë po nga studimet ka rezultuar se vetëm 20, në rastet më të mira vetëm 30% të pacientëve arrin të vetë kurohen nëpërmjet psikoterapisë, 70% nuk ja dalin. Të masës më të madhe të atyre që kanë nevojë për psikoterapi. Atëherë për të ndikuar tek ata që e kanë të pamundur t'ja dalin nëpërmjet fjalës, janë ngritur klinika ku ti nëpërmjet prekjes, nëpërmjet përqafimit mund ta kurosh që ai t'ja dalin. Lerë, do të bëj një pyetje personale. Ti e kaluar një moment vështirë dhe sigurisht kur njeriu përballet me sfida shumë të mëdha, bëhet edhe më i ndjeshëm karshi të gjithë gjërave të tjera që e rrethojnë. Në ato momente, sinqerisht, ndjeje nevojën e një përqafimi apo ishe tepër si me thënë, në luftë, nëse do ta thosha kështu me veten tënde për të kuptuar se çfarë të mungonte? Fjodora, ka një gjë që kur ti përballesh me një situatë të vështirë, gjëja e parë të bën të ndihesh e përjashtuar dhe të bëhesh të ndihesh e përjashtuar kur mendon që të tjerët nuk janë duke kaluar si ti atë problem, automatikisht fillon dhe dalin brenda teje smira, zilia. Unë ja kam dalë të sfidoj atë moment shumë të vështirë, ja dalë çdo ditë, pikërisht vetëm falë përqafimeve. Unë falenderoj kolegët e mi
fëmijë që i kam këtu përballë. Juve, unë e filloj ditën me përqafim, kolegët e mi e dinë dhe mbaroj ditën me përqafime. Këta janë kura ime më e mirë, me të gjitha ata të cilët punoj dhe falenderoj Radio Televizionin Shqiptar që ka qenë pjesë e dashurisë time që unë t'ja dalë edhe kësaj sfide shumë të madhe. Përqafimi më ka ndihmuar shumë. Ja, shikon, Edlin, po shiko, Berta, ne drejturit gjithësion e më tepër po kemi frikë të përqafojmë, them drejtën. Nuk është se jemi më aq të hapur. Përqafojmë më pak njerëz, ama ata që i përqafojmë i përqafojmë më shumë. Jo, në kuptimin që, në qoftë se për shembull, nuk përqafojmë më 10 njerëz, po ato 3 i përqafojmë shumë. Sa herë që i shohim. Po, sa herë i shohim, ose nëse i kemi gjatë gjithë kohës pranë, i përqafojmë më shumë herë në ditë. Po sigurisht, jemi bërë më selektiv, pa tjetër, edhe ajo se më kujtua kur them fillim të fëmijët që mos i shif, mos i bëjmë më përpara, për shembull të gjithë. Shko takoj vrapo përqafoje pak, tani na ka zënë mos e shiko, vëri kur janë në karroca, vëri napën për sipër. Jo, po se po fle, unë për shembull kam pas shumë problem kur më ka lind Aleksa. Erdhi vjera ime që jeton në Amerikë, edhe ndonjë me ne disa kohë. Edhe unë e thosha dëgjon nëna, se të vinë dy shokë e shoqe, unë gocë, nuk ja unë zirë këtyre të ma shofin. Ajo, e ke parasysh unë ndje një çik kështu se me idenë që njerëzit vinë të shohin nënën edhe fëmijën. Jo, i thash unë gocë, nuk ma shikon njëri mua. Thuaj që vajza është në gjumë. E pranoj nëna shkret, nuk ishte të të bënte. Kur e mendoj tani, them, po ça do i bënin ato fëmijës ti, për shkak që s'u ta shikonin. Po kisha ato, po sikur ta marrin në sysh. Po si kur ndonjëri nga ato të ketë një viroz, gëthejmë kështë e linë qërëshorë, nuk shte më viroza. Po si kur të kishte një gjë, po të ma gjithë gëthejmë që jo, më mirë mos ma shofi vajzën. Kur themi për përqafime, nuk nënkuptojë që mund të përqafojmë thjesht gjithë kënd që takojmë. Sigurisht, përqafime të cilët nga njerëz që na bëjnë mirë, se sigurisht tjetër, pa tjetër, po unisa ke ajo që jemi bërë, në përgjithësi shoqëria është bërë më e distancuar, më e ftohtë. Por familja ka një rol shumë të rëndësishëm, ka një letër shumë të bukur Gabriel Garcia Marquez, i cili thotë që ju lutem, thotë, çdo ditë që të çojeni në mëngjes, njerëzve që keni pranë, thuajeni atë që mendoni dhe përcilleni nëpërmjet një përqafimi, se nesër kur nuk do t'jeni, do të mbajeni mend për atë që thatë dhe bët, po jo për atë që menduat dhe nuk e bët. Se në pjesën më të madhe ne mund t'i mendojmë gjëra dhe themi se aty i kemi. Ashtu sikur se e nisa me Morin Zhvarë, që priste çdo natë që babai t'u jepte përqafim t'i vinte në gjumë që të kalonin humbjen e nënës, dhe në momentin kur ata thanë s'ka gjë se ndoshta do na japi një ditë tjetër, babai iku nga kjo botë përgjithmonë dhe nuk e dha. Dhe pikërisht ai e mbajti mend për mungesën e përqafimit dhe jo për përqafimin. Babai mund ta ketë menduar, por nuk u dha. Nuk e dha kur. Tani rrethanat janë nga ndonjëherë të dëshpëruar, ne kemi fatin të kemi fëmijët, i përqafojmë ata dhe ndoshta pse jo, ju dita ta kthejmë pjesë të qëllimshme të ditës tonë përqafimin. Një fjalë ngrohtë, një shikim i ëmbël, një përqafim simbolik, do t'i ndryshonte jetën gjithkujt. Çdo njeriu. Duke mbetur pak te puna jote, po. Jo, te puna mendoj që ne nuk kemi nevojë vetëm për të formuar nxënës të ditur, por ne kemi nevojë që të formojmë dhe nxënës të ndjeshëm. Pra, të jenë të ndjeshëm emocionalisht, empatik me njëri tjetrin. Dhe mendoj që të mësosh fëmijëve që të kuptojnë, por dhe të shprehin emocionet, është shumë e rëndësishme. Sepse ata nëpërmjet kësaj mëson të jenë të trishtuar, të gëzuar, të mërzitur. Pra, është pika kyçe, është themun po aq e rëndësishme sa ti mësosh gjuhën dhe matematikën. Kjo është, mendoj, është primare. Sepse vetëm nëpërmjet kuptimit dhe shprehjes së emocioneve ata bëhen të fortë shpirtërisht. Pra arrin po e menaxhojnë shpirtërisht, kuptojnë tjetrin. Gjithë problemi sot i shoqërisë njerëzore është se ne nuk kuptojmë tjetrin, jemi larguar nga tjetri. Empatia na bën të futemi në lëkurën e tjetrit dhe për të qenë bashkë me të. Mendoj që e dha mesazhin më të mirë, pra sot që duhet të paktën, nëse kemi mundësi, nëse kemi dikë që na e do zemra, nëse kemi dikë pranë nesh, të japim një përqafim dhe të rregullojmë edhe ditën tonë në atë rast, se sigurisht edhe aty po edhe vetes tonë. Ndonjë shfaqje, besoj keni patur për vitin e ri, dhe tani mund të jeni pak në periudhë pushimi. Kemi aktivitete mjaftueshëm. Unë kam vërtet një kor shumë të talentuar, me fëmijë shumë të talentuar, të cilët edhe në për evente janë paraqitur denjësisht.
Kemi marrë pjesë në shumë evente me teatrin e operas, baletit, me projektin e madh Arte, Zeje, Sporte, në cilët jemi vlerësuar 2 herë me çmim parë, dhe jam shumë e kënaqur dhe shumë e lumtur, jam frymëzim për mua. Jam shumë e lumtur që punoj me fëmijët. Kam 26 vite që merrem me fëmijët dhe vërtet janë të mrekullueshëm. Më duket vetja shumë e vogël. Dhe ndonjëherë kur më thonë, unë them, unë jam me moshë të madhe, po vetja më duket si 20 vjeçe dhe fillojnë të qeshin. Ti je më e pasura nga ne të gjithë këtu në studio. Të mbushin. Fëmijët të mbushin. Mirë, megjithatë ne do të vazhdojmë të flasim, sepse do të kemi edhe një ftuar të tjetër që do t'i bashkohet panelit ton. Do shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, që të rikthehemi pas pak në pjesën tjetër që do të vazhdojmë këtu. Njihu me aplikacionin zyrtar të Abisnet dhe me Dea Chatbot. Kontroll, pagesa dhe asistencë në vetëm pak klikime. Të gjitha shërbimet në një dorë. Krijo një tikit për çdo shërbim që të duhet. Zgjidh kategorinë që të nevojitet dhe ndiq hap pas hapi zgjidhjen. Menaxho routerin, ndrysho fjalkalimin dhe kontrollo rrjetin direkt nga telefoni. Asistencë pa ndërprerje, Dea Chatbot të përgjigjet 24/7. Shkarko aplikacionin në Google Play apo App Store. Abisnet. Përjetoni shpejtësinë. A e dini sa kohë i duhet vërtet një marrëdhënieje për të qenë e shëndetshme? Sipas studimeve mbi marrëdhëniet në çift, një grua ka nevojë për rreth 47 minuta vëmendje çdo ditë nga partneri i saj për të ndjerë e sigurt emocionalisht dhe për të patur një lidhje të vërtetë. Këto nuk janë minuta të kaluara në heshtje pranë njëri tjetrit, me telefonin në dorë apo me mendjen diku tjetër. Janë minuta pranie reale, kontakt me sy, dëgjim pa ndërprerje dhe interes i sinqert për atë që ndan tjetri. Ekspertët theksojnë se kjo vëmendje e përditshme është themeli i një marrëdhënie të qëndrueshme, por nuk mjafton vetëm kaq. Të paktën një herë në javë, çiftet kanë nevojë të kalojnë nga 2 deri në 5 orë së bashku, pa shpërqendrime, për të forcuar lidhjen dhe për të ruajtur shëndetin emocional të marrëdhënies. Në fund, nuk është çështje kohe në sasi, por pranie në cilësi, sepse ndonjëherë 47 minuta të vërteta vlen shumë më tepër se orë të tëra të kaluara pa njëri tjetrin. Është bashkuar në panelin tonë në këto momente Orges Beti, konsulent imobiliar. Mirë se vjen Orges, si kalove? Mirë. Ti statusin e ke single, por me gjitha të se mëson në një gjë se 27 minuta në të jafër shumë mundje. Patjetër. Dhe për opinionin në fakt, nuk e di si ju duk ky insert dhe tema që kemi në vazhdim. Pra, duam 27 minuta në ditë vëmendje nga partneri, femra që të ndihen të vlerësuara dhe të sigurta. Varet edhe nga dita, me thënë drejtën, se ka ditë që do më shumë se 27 minuta, se 27 minuta nuk mjaftojnë me thënë një mëngjes. Nata nuk është vëmendje. Nata nuk është vëmendje, se nata... Jo, ai nuk po thot natë kur fli gjumë. Jo gjumi kur gëret. Përpara gjumit. Po, e para njëri varet nga dita. Unë jam shumë e sigurt që kjo ka ditë që 27 minuta nuk mjaftojnë, edhe për shkak se jo çdo ditë mund t'i kemi ato 27 minuta. Me gjithë dëshirën për të pasur 27 edhe 127. Po pse ndodh kjo? Po ndodh për shumë arsye, ndodh për shkak të punëve, për shkak të angazhimeve,
Do më thënë, për të pas ato 27 minutat e qefit. Po pra, po, e ndjestis. Vëmendja nga partneri do të thotë që ti mund t'ulesh, të flasësh, mund të kesh një marrëdhënie intime, mund të kesh një përqafim, mund të rini... Më shumë flet për hallet e shtëpisë, merr fëmijën. Nuk quhet vëmendje. Po pra, prandaj po them që mund të shpenzosh shumë kohë me të, ose të flasësh shumë gjatë gjithë ditës me partnerin, për gjëra të ndryshme që nuk kanë lidhje me mirëqenien shpirtërore të njëri tjetrit. Dhe kjo është arsye që shpesh na ikon kjo koha. Prandaj them që 47 minuta nuk mjaftojnë. E nisëm me përqafim. Çështja është që kur themi vëmendje, vëmendja mund të jetë edhe kur trajton këto probleme, sepse në mënyrën se si të sheh, mënyrën se si komunikon, ty mund të bëj të ndihesh unike edhe kur je duke trajtuar këtë problem. Pyetja çfarë ne kuptojmë realisht vëmendje në një marrëdhënie. Vëmendja është shumë komplekse. Do të thotë që tjetri të jetë me mendje tek ty. Nga studimet që janë bërë rezulton që vëmendja e një partneri ndaj partneres kur janë në martesë nuk është më tepër se 30 sekonda. Pjesën tjetër është duke menduar probleme të tjera, sepse tham që ne kemi zëvendësuar nevojën për dashurinë pikërisht me zëvendësuesen me anën materiale duke rendur çdo ditë. Fjodor, nëse do të më lejosh, do të shpjegoj janë dy momente të rëndësishme që lidhin marrëdhënien mes burrit dhe gruas, mes një mashkulli dhe një femre për vëmendjen që duhet të ketë. Në momentin kur dy njerëz janë të dashuruar, normalisht ata kanë vëmendje ndaj njëri tjetrit, por ndodh pikërisht, por çfarë ndodh në momentin kur ne bijem në dashuri me tjetrin, ne bijem në dashuri me një ose dy tipare primare të tij. Pjesën tjetër nuk na lejon dashuria që ne t'ja vëmë. Kur ne krijojmë marrëdhënie të reatohemi pastaj, fillon vëre të gjitha problemet. Ka një detaj, shiko, unë nga të gjitha studimet që kam lexuar, ajo që më ka tronditur për të kuptuar dhe mendoj që ka një mesazh shumë të madh, është një libër i cili është realizuar nga Këshilli i Europës, ku ka sjell historinë e Iliadës, historinë e Elenës së Trojës e ka sjellë në një formë tjetër dhe është gjë shumë e bukur. Thotë, në momentin që Elena e Trojës vendosi të marrë me Lelaun, në atë kohë ajo kishte shumë mëtues, të cilët thoshin që deri dhe Akilin, i cili thoshte unë kam kaq pasuri, mund të ofroj këtë gjë, çfarë ty të bëjmë mbretresh, por në fakt ajo vinte nga një familje pasur dhe ajo zgjodhi Menelaun pikërisht sepse Menelaun nuk ishte aq i pasur sa të tjerët, ishte vllai i vet, po jo ai, por çdo ditë ai vraponte për t'i çuar një tufë me lule. Dhe në momentin kur ajo u dashurua me Paridin, Menelau i bëri një pyetje dhe i tha, po si ka mundësi, tha, unë tha bëra për ty çdo gjë, tha, të të siguroja të gjitha kushtet në shtëpi, këtë pasurinë, ta shumë fishova të gjitha, dhe ajo i tha, më fali, tha, ti tha, deshet m'japësh mua pikërisht atë që unë e pata. Unë tha u dashurova me ty pikërisht për atë lule që ti më sillje, për atë vëmendje. Ndërkohë, atë për të cilën i tha të dashurove, atë ti hoqe dorë, nga ajo hoqe dorë. Dhe ndërkohë tha më dhe atë të cilën e pata. Ne shumë herë na japin të tjerët atë që mund ta kemi dhe s'japin atë që kemi nevojë. Shqipa këtë Kurgesti, a e mendojmë burrat ndryshe këtë pjesën e dhënies së vëmendjes që të paktën ne femrat e kërkojmë, domethënë kur janë në një marrëdhënie aktive gjithmonë. Përgjithsisht histori personale, por varet dhe nga mashkullt. Unë mendoj që vajzat ose zonjat gjithmonë sa do t'ja japësh këtë mas, prapë kanë të pakët. Kërkojnë gjithmonë më shumë. Edhe unë mendoj se raporti njerëzve ose raporti një çifti në fazat të ndryshme ka reagimet ndryshme, ka sjellje ndryshme, ka qasje ndryshme. Pra mënyra se si jep këtë vëmendje ndryshon nga... Për që është faza parë, ide sigurisht që është ajo maja më e lartë, kur partnerët, po themi, janë në një raport njohje. Në shumë raste, edhe me miqtë e mi e diskutojmë, që thonë nuk është ai trajtim që ka qenë në fillim, pra në fillim të lidhjes, ose siç e themi në atë pjesën që lidhja ende s'është bërë zyrtare, nuk është konkretizuar. Pastaj kur njerëzit fejohen, martohen, vinë jetë fëmijët, vinë problemet, shtohen hallet, kështu që dhe ajo çështja e vëmendjes bie pak. Mbasi një pjesë e zonjave dhe vajzave mendojnë që do jetë si ditën e parë dhe në ditën mbas disa vitesh e njëjta trajtim. A është presion për burrat fakti që pritet që ata të kenë vëmendje konstante të vazhdueshme në çdo fazë të jetës dhe është anasjell kjo? Doni dhe ju një lloj vëmendje në 47 minuta në ditë? Pa diskutim. Unë mendoj se është më shumë se 47 minuta për vajzat, po për djemë besoj është më pak.
Jo, edhe për djemtë është më shumë, edhe për burrat. Ta shpjegoj unë pse është më shumë për burrat. Do ta shpjegoj diçka, meshkujt kanë një gjë që tërhiqen nga femrat, pikërisht nga pamja e jashtme është syri që tërheq. Kurse femrat dashurinë dhe tërheqjen e kanë me vesh, e kanë me të dëgjuar. Çfarë ndodh kur ti krijon lidhjen solide kur ke hyrë në martesë? Femrat në luftën e tyre të përditshme harojnë të mbajnë të bukura ashtu siç janë mbajtur në fillim të lidhjes. Dhe thonë në shtëpi që kanë atë pamje, po nëse ti nuk i tregon vëmendje burrit tënd gjatë gjithë kohës që je bukur në shtëpi, si ti dalin fjalët atij për vëmendjen që ti kërkon? Dakor, vetëm se apo jo? Dikush e merr me vesh, dikush e merr edhe me sy. Edhe ai burri e mira është ta mbaj veten, se nëse kur e ka takuar kjo vajza e bukur, e zgjodhi se ishte edhe zëmbël, po ishte edhe i bukur, edhe ky burri nëse i shkon kanë atje zëmbël, ka të bëjë me mesazhet që përcjell me vlerësime. E kuptoj. Për ta bërë unike. E kuptoj tash, nëse ky zotria, kjo zonja e zgjodhi këtë djalin, kjo vajza këtë djalin për këtë gjë që ky i dha, po e zgjodhi edhe për syrin, se ja e pëlqeu. Tani shkon ky djali mbas ca vitesh edhe e ka kanatierën këtu. Tash ajo për këtë do ta mbaj veten për atë që e ka atë kanatierën këtu dhe nuk e ka më atë zërin edhe atë ndjeshmëri. Domethënë çdo gjë është reciproke. Ne vishëm të shkojmë në punë që të dukem bukur në punë që ta marrim komplimentin jashtë. Jo, duhet ta marrim brenda. Jam shumë dakord, po gjërat janë reciproke. Më pëlqen ti e mirë brenda, pastaj jashtë. Patjetër, po gjërat janë reciproke. Ne nuk mund të themi që gratë duhet të vishen dhe të mbahen dhe të lyen që ti shofi burrit të bukura. Jo. Ashtu si duhet mbaj gruaja veten për veten e vet, dhe ti e bukur që ti pëlqej vetes përpara pasqyrës kur ta shofi, por edhe për bashkëshortin. Edhe për bashkëshortin punën është respekt ndaj vetes. Ndërsa të njëjtën gjë duhet bëj edhe partneri. Jo ta kërkoj shumë të bukur edhe për vete është bëj bret. Domethënë gjërat janë shumë reciproke. Nuk ja kërkojmë dot grave që kanë barra shumë të mëdha në shtëpi, të lyhen, të mbahen, të vishen, edhe mbasi kanë bërë gjithë to punët kur të vi burri të veshë ato penuarin, se duhet ta shikoj ky burri kaq të bukur. Në një nga librat e psikologjisë thuhet ishte një çift që kishin kriza me njëri tjetrin dhe i shkon gruaja psikologut dhe i thotë që nuk e kam burrin siç kam qenë për libra. Unë dua shumë historitë personale. Ti vetë në këtë raport, në këtë ndjesi, në këtë vëmendje. Atëri duhet kuptoj një gjë. Fakti që unë kam lexuar tregon që unë kam kërkuar të ndërtoj veten, po unë kam ndërtuar veten në bazë të leximeve, sepse nuk kam krijuar marrëdhënie instinktive, kam ndërtuar marrëdhënie instinktive dhe të menduara. Mendimi na çon drejt një ndryshimi dhe unë duke lexuar kam kuptuar ku i kam problemet e vetes, sepse kam gabuar dhe unë si gjithë të tjerët. Prandaj po them dhe kur i vajti shiko sa gjë e bukur është aty ku unë reflektova se duhet marrësh që derisa unë përzgjedh atë që kam lexuar, do thotë mendja ime ka kërkuar pikërisht atë që unë kam lexuar sepse kam pasur këtë lloj nevoje dhe i tha vajti dhe tha, më vjen bashkëshorti, tha, dhe është krejtësisht indiferent ndaj me. Unë tha, kam pastruar, i kam bërë të gjitha punët. Dhe përgjigjja e psikologut ishte, ti tha i bën ati ato punë që ai mund të paguaj t'ja bëj një grua tjetër. Po ti tha, nuk e bërë aty që duhet bëj një grua në mënyrën se si duhet apresi burin kur vi nga puna. Me thënë drejtën ky psikologu, pas ka qenë shumë maskilist, se i ka thënë asaj, ke bërë të gjitha punët. Ato punët bëhen ndyshe, nuk bëhen teke, se ato grua nuk e ka marrë për pastruese në shtëpi, as për edukatore kalamash. Shte pak të orgesë, tani se Alan fjalën për gjysmë dhe është i vetmi djalë, duhet ta respektojmë të japim dhe atij vëmendje. Ato gruan do marrë për pastruese apo jo do marrë për paguaj një pastruese. Diçka që tha zonja, edhe një miku im nga bisedat që kishim para pak kohë. Sa më ka gjetë Belaja me vajzën. Si një moment saktuar dhe ishim mbledhje prindësh, edhe i thot këtij miku tim i thot, "Shiko babi, tani unë nuk dua që ti të vish më te mbledhja prindër, sepse ti nuk je më cool, mami është më cool." Pra është që thot zonja, edhe në faza të ndryshme trajtimi që individët i bëjnë vetes, ai normalisht ka agjendën e tij, ka një punë që nuk është se kryesisht është tek teknologjia e informacionit, pra nuk është se do duhet ketë një veçje, një prezencë, ndërkohë bashorti aty vjen nga bota e medias. Pra ajo është e detyruar edhe sikur mos të detë, është e detyruar që të jetë kuruar çdo ditë. Edhe këto lindin familje, pra edhe vajza e kishte të qartë tashmë që mami ishte më cool për shkak sepse trajtonte veten më mirë. Për të pasur një siguri emocionale, a duhet vëmendje në çift reciproke, se s'po themi vetëm ne në këtë rast po flasim femrat. Jo ta kërkosh, duhet të ta japi. Duhet të ta japi.
Pra... Sa vite ke martuar ti? Unë kam 34. 34 vjetë, po se djalin të ke 28. Po, është një martesë Tani, qelësi i kësaj i këtij suksesi është kjo vëmendja që bashkëshortit e... Jo, nuk është kjo. Unë me bashkëshortin më tepër jam shok. Ne ndajmë çdo gjë. Një moment pune, një shaka, pra çdo gjë dhe them që pra kjo është vëmendje reciproke që ju jep. Ai nuk është tipi që thot fjalë të bukura apo të jep shumë përqafime me raste. Ashtu është mentaliteti, ke parasysh që janë të gjitha që diskutuam këtu sot, e megjithatë prapë është shumë e nevojshme, më tepër unë mund të vlerësoj një gest dashurie ose një përqafim se sa një dhuratë, sepse ndihem e sigurt. Por, sido që të jetë, kam një marrëdhënie shumë të konsoliduar, ai ishte aty për mua tërkohën dhe unë për këtë jam shumë e kënaqur. Orges, sa rol luan, po themi, artikulimi i pritshmërive që kemi në raport me partnerin tonë në momentin kur ne lidhemi me të, duke qenë se në rastin tonë është, po themi, do të doje që nëse do të kishe një lidhje serioze apo njeriu që ti do të kesh përballë të vinte dhe thosh të pritshmëritë mia janë këto, unë dua të kem vëmendjen tonë dhe kohën tonë, të dalim të pim kafen e mëngjesit bashkë, po themi, dhe pastaj ta nisim ditën. Pra kjo vëmendja që ne jemi mësuar, unë mendoj që në fazat të ndryshme të jetës ne kërkojmë gjërat ndryshme. Unë për shembull flas për lidhjen time personale, ne kemi patur një raport disi çuditshëm se vinin nga dy botë ndryshme. Edhe nëse njëri nga partnerët kërkon të ketë një karrierë, të ketë një zhvillim, ta shikojë gjën pak më larg dhe partneri tjetër nuk i përgjigjet, në një pikë do konvergojnë dhe do ndahen, se nuk mund të funksionojë dot. Pra nëse ti e shikon partnerin gjithmonë si stre dhe nga ana tjetër nuk përafrohesh ti të rrisësh nivelin ose standardin, jo në sensin konotacioni negativ, konotacioni pozitiv, pra njeriu ka pak ambicie, ka pak këtu fillojnë përplasjet ose divergjencat. Dhe këto divergjenca sigurisht disa mund t'i përballojnë, disa i çojnë drejt ndarjeve. Siç është për shembull rasti im, që ne ishim në një situatë në të cilën ne pam gjë ndryshe, pra unë kisha tjera aspirata për jetën, kisha tjera objektiva, ndërkohë që partnerja ime në atë periudhë shikonte ndryshe, pra ishte shumë e kufizuar në një gjë. Dhe rrugët tona në atë fazë u ndan. Ka shumë tjerë që kanë bërë kompromise, madje kompromisi më i keq në bindjen time është fakti që ata besojnë që do ta kalojnë me lindjen e fëmijëve. Pra e përfshite një të tretë ose një të katërt në mes, dhe kjo gjë besoj se rëndon gjithë situatën. Nëse dy njerëz në fillim të tyre nuk janë fair me njëri tjetrin dhe nuk e kanë gjën qartë çfarë duan dhe çfarë kërkojnë tek njëri tjetri, si dhe zonjat e thanë, këtu mund marrëm edhe leksion sot, kështu që edhe është okay, po dua të them që raporti brezave më parë është dhe një raport sakrifice, gjithë cilët brezi im ose edhe këta që janë dhe më të vegjël, pra më të vegjël se unë, e shikoj që kanë shumë të vështirë. Pra gjëja më vogël këta i çon drejt divorcit. Dhe unë nuk mendoj që është zgjidhje divorci. Është pjesë e zgjidhjes kur është gjëja fundit, por nuk është zgjidhja më. Duhet bërë një temë vetes, pse kemi kaq të thjeshtë mbyllim gjërat më një herë pa dhënë shanse të dyta dhe pa dhënë mundësi. Për kushtimi në një lidhje duhet për kushtimi në një lidhje luftohet në një lidhje. Pra ka një moment problemi njeriu duhet të ditë ka përcej dhe të punoj për atë, jo më një herë të dorëzohet dhe thotë tani unë e vendosa, kështu që kur përkushtohesh ti mund t'ia dalësh në momentin që ti pengohesh, dorëzohesh që në pengesën e parë, atëherë është e pamundur sepse në një lidhje duhet të japin të dy palët. Nuk duhet të presësh që unë e bëra apo e bën tjetri. Jo, do t'ja kërkoj, do t'i imponohem sikurse do të më imponohet për atë që ka. Pra kjo është për t'i folur. Albert, është e thjeshtë apo e vështirë që të kesh vëmendje kur punon në të njëjtën hapësirë, siç jeni ju tashmë prej kohësh bashkë? Është gjë e mirë, ju e krijon këtë vëmendjen e kërkuar apo duke qenë se puna hyn në mes, gjërat pastaj nuk mund t'jenë më për njëri tjetër? Neve për shumë vite kemi pas mundësi, vite përpara të punonim në të njëjtin televizion bashkë. Dhe kemi thënë gjithmonë jo, ne nuk do punojmë kur bashkë. Derisa erdhi puna që ne bëjmë aktualisht që punojmë bashkë. Mendoj që në rastin tonë që kemi thënë gjithmonë kur, ka qenë një gjë e mirë, sepse na ka afruar më shumë me njëri tjetrin. Na ka bërë ta kuptojmë më mirë njëri tjetrin, të kuptojmë më mirë problemet dhe ngarkesën e njëri tjetrit, edhe pse duke qenë, edhe kur kemi qenë televizion, kemi bërë paka shumë të njëjtën punë, po nuk ishim në të njëjtin ambient, dhe secili vinte në shtëpi, edhe zbraste ato hallet e veta, ndërsa mendoj që këto vite që ne punojmë bashkë, na kanë afruar më shumë me njëri tjetrin, e kemi kuptuar njëri tjetrin më mirë, edhe e ndjejmë edhe më shumë mungesën. Për shembull, unë ka raste, unë përgjithsisht nuk lëviz nga puna, e kam të tillë punë që duhet ri gjithmonë afër detit, afër mbretit, kurse ai duhet lëvizi. Edhe, okej, lëviz gjatë ditës kështu, ama kur vjen ndonjëherë ai në Tiranë,
edhe nuk më kthehet në darkë, do me thënë, unë e presë, atë gotën e darkës, dua që ta pim bashkë, edhe po se pim bashkë, dua ta kem të tavolina në gjitur, se kam të mësuar, e dua aty, dua që të ma shofi syri, e kam kështu si relax në darkë, do me thënë. Dhe në netët që nuk e kam, e shikoj që më mungon dhe them që kjo puna na ka bërë që të vlerësoj mungesën e njëri tjetrit, duke e pasur gjithkohës, kur mungon e vlerësoj më shumë. A kompensohet mungesa me mesazhe, dhurata, surpriza, kur nuk e ke? Komunikimi është shumë i rëndësishëm. Duhet prania fizike. Unë në fakt e kam, Fjodor, unë të kërkoj ndjes, ti më bëre një pyetje që a duhet të them më shumë për gjëra personale se gjërat lexuara. Unë në fakt e kam të ndaluar nga familjarët që të them gjëra, por ama do të nxjerr diçka shumë të bukur për ta lidhur, për shembull që kur themi tek mesazhet, edhe unë dhe im shoh që jemi të njëjtës fushë. Domethënë studimet tona të para i kemi të njëjtës fushë që merr me studimet letërsisë, ai është profesori i letërsisë, por jemi të dy shumë të apasionuar pas librave dhe i ndajmë shumë mendimet, por lexime në funksion të jetës dhe pastaj lexime në funksion të punës. Dhe dua ta falenderoj me zëmër, sepse ai është zgjedhës shumë i mirë i librave çfarë unë duhet të lexoj dhe atë mesazh që ndonjëherë unë e pres direkt, blen librin e duhur dhe më vë mesazhin e duhur. Dua t'ju tregoj këtu një gjë shumë të bukur, e di që do të më shaj në shtëpi, por le të më shaj sot. Ka qenë nga kujtimet më të bukura kur bëri një studim për veprën e Migjenit. Një nga zbulimet më të bukura që unë jam shumë apasionuar pas atij studimi është që poezia Një natë pa gjumë e Migjenit, pak dritë o mik o vëlla, nuk i dedikohet, si thua, nuk është poezi revolucionare, po i dedikohet një femre. Dhe ajo femër quhet Afërdita Shahini, ishte grua me të cilën Migjeni kishte një lloj dashurie në distancë dhe kaq shumë u apasionova mbas studimit të tij se ndanim shumë mendime gjatë kohës që po mbaronte studimin dhe kur e mbaroi studimin, më shkroi në libër Afër ditës time. Sepse pikërisht Migjenit aty e kuptuan që ja dedikonte një femre, sepse thoshte gjel, ren as ren, kur ti këndon thonë se është afër dita, por unë nuk besoj sonte në fjalët e kësaj bote. Nuk di, domethënë ky është një mesazh shumë i bukur dhe jem e fat sepse ka mënyra dhe mënyra për të shprehur këtë ndjesinë e vëmendjes dhe dashurisë dhe të jesh në të njëjtën fushë është gjithmonë një përjetim shumë i bukur dhe i veçantë. Judita, tani ne sot do ta mbyllim këtu me kaq me gjitha këto përjetime dhe me gjitha këto, do ta pish kafen me bashkëshortin, kur e pini zakonisht në mëngjes apo në darkë? Në mëngjes, mbas dite, po. E gjeni kohën gjithmonë për njëri tjetrin. Po patjetër. Pavarësisht atij të voglit që është nëpër këmbë, ma merr mendja ka nevojë për me vete. Okej. Prandaj e marrin kohën të tre. Orkestri more mesazhet e duhura? Po, këto janë mesazhet me dhurata, me surpriza, me këto nuk funksionojnë, duhet të shkosh vetë personalisht. Pa diskutim. Kur të shkosh çdo një dhuratë vogël, në lule, në libër, në gjë. Se një lule nuk është. Një shton vlerë për qafimit afeksion. A ka presion të madh tani tek meshkujt për pritshmëritë që kanë femrat? Shiko, është varet se çfarë femre, tipologjinë e femrës që kërkon. Pra nuk është të thënë që ti të kesh një presion të vjesh përpara partneres apo para. Nëse njeriu vendos të jetojë për tjerë, do ta ketë problem gjithë jetën, çdo gjë që do zgjedhë. Edhe paragjykim ka patur ka dhe do vazhdoj të ketë. Nëse dikush të do ashtu siç je, për atë çka ti përfaqëson, nuk besoj se ka problem. Shqipëri sot ka djemë dhe vajza vërtet shumë të mirë, profesionistë mirë, njerëz me integritet. Sigurisht që ato shfaqen pak. Dhe kjo bota sociale, bota medias përgjithsisht ka disa standarde për shkak të cilësisë që kërkon, kualitetit, gjatësisë, bukurisë dhe shoqërisë ofrohet vetëm ky model. Madje unë kam zyrën te gjimnazi Sami Frashëri, edhe shikoj aty në mëngjes, unë shkoj për zyrë, ata vinë për shkollë dhe u shkëmbej me një grup gjimnazistësh që është si tip pasarele mode. Pra po të vi pak vera, ngrofi pak kohë, atje shikon sikur je në një pasarele mode. Gjë e cila mendoj që është e dëmshme. Dhe këta e kanë marrë një model. Modeli nuk besoj se është i duhuri, por nuk do të thotë ata janë fëmijë ekselent, pjesë e madhe e tyre me 10. Pra nuk mund të paragjykojmë këtë element nga ana tjetër. Prandaj them që ka djemë dhe vajza shumë të mirë, po varet se çfarë kërkon në momentet caktuara të jetës. Dhe nëse dikush ka pritshmëri shumë të larta, sigurisht që dëshgënjimet do të ketë larta, është normal. Janë të njëjtat probleme si për meshkujt e për femrat, është gjithnjëherë më vështirë sot të gjesh një njerëz që të jetë
i duhuri që të t'japi vëmendjen që ti meriton, apo pritshmëritë që ke për një marrëdhënie? Po, unë përgjithsisht e lidh me... Se në përgjithësinë e femrat ankohemi, jo po s'ka, jo po në përgjithësisht dukemi sikur ne jemi ato që... Po meshkujt thonë që kanë të njëjtin problem. Ka një problem për shumë, unë e them me shaka edhe në studio kur kam intervista dhe e them pak si me batut. Gjëja e parë që të pyet vjeri kur do të martohesh, do të pyet se a ke shtëpi. Base po një bashka të shpim. Jo, po është koncept, sepse ne kemi çështjen e pronës e kemi. Edhe unë lidh me real estate-in gjithmonë këtë gjë. Edhe i them që është shumë e rëndësishme që ta kesh një shtëpi, por shumë e rëndësishme ta ndërtoni bashkë atë shtëpinë. Sepse dikush kur sen diçka dhe mendoj që kjo e lidh më shumë raportin. Nëse një vajzë kërkon të ketë djalin ideal, është e pamundur ta gjejë. Ose ta na sjellë, se njerëzit janë të mangët me defekte, me problematika. Dhe prandaj besoj që raportet janë më të bukura kur ata kanë rrugtimin bashkë me sfidat dhe vështirësitë e jetës. Dhe unë shikoj prindrit e mi, ashtu siç thanë zonjat këtu, ata gjithmonë kafen e mëngjesit e pinë bashkë, edhe ka shumë raste që unë nuk jam me ta, po kur shkoj në shtëpi që qelloj te shtëpia e prindërve, shikoj gjithmonë bashkë, kanë dalë, unë kam një shtëpi private, ata janë të oborri, edhe është kënaqësi shumë e madhe. Unë do doja ta kisha 27 minutë si tyre. Po, do doja ta kisha, domethënë, edhe unë në të ardhmen bashkë me partneren time do doja ta kisha këtë sjellje. Siç e kanë dhe zonjat, po edhe prindërit e mi. Pra të bësh të zakonet e vogla të përditshme. Po të bukura ama. Janë këto stereotipet Fiodora që e tha shumë mirë. Janë këto stereotipet shumë të shëmtuara në këtë shoqërinë që po jetojmë ne, që djali duhet të ketë shtëpinë, se ndryshe nuk kualifikohet. Ndërsa gruaja duhet bëj ato punët, trisi kalamajt, pastaj të vesh penuarin. Domethënë këto janë stereotipe shumë të shëmtuara që nuk po e lën këtë rinin e sotme që ne po shohim. Të jetë hapur edhe të hapur, ta shijoj moshën dhe të ndërtohen së bashku tek e fundit. Patjetër të ndërtohen së bashku dhe të përjetojnë dashurinë në plotësinë e saj. Jo sepse ka shtëpinë, ose sepse ka veshur komplekse që i pengojnë. Unë mendoj që këto komplekse, i pengojnë shumë të rinj dhe të reja sot. Të rinj dhe të reja duhet të kuptojnë që në një lidhje duhet të kesh një përkushtim shumë të madh nga të dyja palët. Patjetër, po jo nuk duhet të ketë shtëpinë, as nuk duhet të jetë perfekte Barbie në 24 orë. Pra, kjo është ideja. Mungesa e dashurisë na ka sepse femra do jetë Barbie 24 orë, edhe ai do jetë ai robi që do hedhi lekët 24 orë, që kjo të jetë Barbie, marrëdhënie të shëndetshme përmes nuk ka. Shkojmë te gjërat materiale për të zëvendësuar mungesën e dashurisë. Prandaj mungesa e dashurisë është një problem shumë i madh. Mungesa e dashurisë blihet. Që kështu prandaj Në fakt, nëse i hymë të diskutimi nuk mbarojmë kurrë, sepse po të paktën në këtë panel bijem të gjithë dakord që është e rëndësishme që të krijojmë dhe të japim kohën tonë dhe ta presim atë po një lloj nga partneri, sepse tek e fundit për atë kemi nevojë. Për ndjesitë e mira, faleminderit që ishte me mua sot. U kënaqa. Edhe mora mesazhe shumë dura. Faleminderit Orgeste dhe ty për këndvështrimin tënd. Mirë, do të shkemi një hapësirë publicitare, do të vim në pjesën e fundit të këtij emisioni. Mos u largoni.